barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Mirëmbrëma zonja dhe zotërinj. Përshëndetje për mysafirët tonë që kanë ardhur e na kanë nderuar në ftymia e gostivarit. Gjithashtu një përshëndetje shkon edhe për komisionin që kanë bërë vërtet një punë mjaft të rëndësishme. Stafi teknik dhe të gjithë ju që kontribuat në këtë drejtim. Ku më në fund të arritëm tek finalja e madhe e kuizit të diturisë Lexo 2016 do vërdo. Për të zbuluar dhe mësuar se kush do të bëhet fituesi i kuizit të diturisë Lexo, ne do t'i ftojmë ata pas pak. Shkojmë me një asher. Da me vlan kanderi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم
të diturisë lexo Dobërdov 2016. Microsystem Scorp. Autoshkolla Teuta Timoni. Riha Band, Oro Cafe, Loco Kompani, Elektrogaci, Ambëltore Salo, Kuzhina Dehari, Genius Farm, Mobiljeria Vizioni, Euro Thermosystem, Ndërmarrja ndërtimore Qarku, Marketi Zenicom, Fikret Dauti, Open Style, Europlast, Komisteria Continental, Vizioni M, Logosa, sponsorët medial janë Foto Studio Melo dhe TV2 Gostivar. Ndërkaq, sponsor general i kuizit të diturisë është Beni Gross Market. Komisioni përbohet nga Hamid Qabani, Hoq, Dobërdov, Xhavat Haliti, profesori gjuhës shqipe, Dobërdov, Fatmir Rakipi, profesori ekonomisë, Toplic, Jeton Ameti, magjistër i historisë, Dobërdov. Finalistët janë me njaftime Ademi Negotin, Shkolla e Mesme Komunale Nasar Ademi, viti i 3. Julet Kasami Toplic, Shkolla e Mesme Mjekësisë, Gostivar, viti i parë. Majlinda Beqiri, Dobërdov, Shkolla e Mesme Komunale Mjekësisë, Gostivar, viti i parë. Dhe Ensari Seini, Dobërdov, Shkolla e Mesme Komunale Mjekësisë, Gostivar, dhe është viti i parë. Rubrika e parë është me ABC. Kandidatëve ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjen në njërin prej përgjigjeve që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 2 pikë. Nëse 3 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë. Dhe nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton 5 pikë. Pyetja e parë. Shkruesi i vahit në kohën e pejgamberit alayhis salam, Ebu Bekrit dhe Uthmanit ishte A. Zeid ibn Thabiti, B. Abdullah ibn Abasi, C. Amar ibn Yasiri. Përgjigja e saktë është A. Pyetja e dytë. Komentatori i librit Fethul Kadir është A. Muhammed ibn Sirini, B. Ibn Hajar el Askalani, C. Muhammed bin Ali Eshshukani. Përgjigja e saktë është C. Pyetja e tretë. Gratë të cilëve pejgamber nuk e pranuan islamin dhe u shkatëruan. A. Nuhit alayhis salam dhe Lutit alayhis salam. B. Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam. C. Jakubit alayhis salam dhe Jusufit alayhis salam. A është e saktë. Pyetja e katërt. Cilën ministri e udhëhiqte në Gjatagolli në qeverinë e parë të Republikës Popullore të Maqedonisë? A. Ministrinë e Arsimit, B. Ministrinë e Punëve Sociale, C. Ministrinë për Shëndetësi Popullore. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e pestë. Burimet në toksore të cilët lirojnë ujë të nxehtë quhen A. Vulkane, B. Gejzera, C. Shira të tharta. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e gjashtë. Cili shtet ka fituar më tepër medalje në lojrat e gjithëmbashme verore olimpike? A. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, B. Gjermania, C. Rusia.
Përgjigja e saktë është A. Pyetja e 7. Amidoni është sheqer? A. Inorganik. B. Bimor. C. Shtazor. Përgjigja e saktë është B. Pyetja e 8. Fjalët e panevojshme që përdoren në gjuhën shqipe quhen: A. Barbarizma. B. Turqizma. C. Gjermanizma. Përgjigja e saktë është A. Pyetja e 9. Sa delegat morën pjesë në Kongresin e Divrës? A. 125. B. 225. C. 325. Përgjigja e saktë është C. Pyetja e 10. Hazreti Bilali radiallahu anhu krijente detyrën e: A. Muezinit. B. Imamit. C. Hatibit. Përgjigja e saktë është A. Shkojmë edhe me një ilahie nga Mevlan Kamberi, një duartërëkiqje të fuqishme për Mevlanin. Në këtë bot I vetëm jam, s'kam bap, nuk kam asnan. Shumë lotasi më ka lotu, se s'ka më kush me mledhatu. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. Në rrugë dita m'kalon, pa shpres e buk pa ngran. Kur jam I smur, dhimbja mundan, apreni nanës shumë mungon. Kur jam I smur, dhimbja mundan, apreni nanës shumë mungon. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. Në shkollë jam klase par, më don çdo arsimtar. Fletare shumë pesam janë ba, por s'ka ke shpia kush me mi pa. Fletare shumë pesam janë ba, por s'ka ke shpia kush me mi pa. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. O Zoti madh, vetëm ti të kam, askush përveç teje nuk më bën dërmam. Faleminderit, Molla.
Shkojmë me rezultatet nga rubrika e parë. Të gjithë kandidatët kanë fituar nga 20 pikë. Rubrika e dytë është me po jo. Kandidatë u ofrohen 10 pyetje. Kandidati duhet të përgjigjet në njërin prej përgjigjen që mendon se është e saktë. Nëse të gjithë kandidatët përgjigjen saktë, fitojnë nga 2 pikë. Nëse 3 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 3 pikë. Nëse 2 kandidatë përgjigjen saktë, fitojnë nga 4 pikë. Dhe nëse një kandidat përgjigjet saktë, fiton plot 5 pikë. Pyetja e parë. Muhamedi a.s. në hadithin e tij e ka lavdëruar Sultan Sulejman Kanunin. Jo, është e saktë. Pyetja e dytë. Eseu është artikull i gjatë studimi. Po, është e saktë. Pyetja e tretë. Betejë e Kosovës u zhvilloi në afërsi të Prishtinës më 15 qershor 1889. Përgjigjja e saktë është po. Pyetja e katërt. Në betejën e Uhudit, Hamza radiallahu anhu e vrau Ebu Sufjani. Jo, është e saktë. Pyetja e pestë. Të gjitha jetët kuranore kanë shkaqe të zbritjes. Jo, është përgjigja e saktë. Pyetja e gjashtë. Sipërfaqja e tokës është 510 milion kilometra katror. Po, e saktë. Pyetja e shtatë. Halife i 5 i drejt konsiderohet Omer ibn Abdulazizi. Po, është e saktë. Pyetja e 8. Tregimi i gjatë, i cili për tematik merr ndonjë ngjarje jo të rëndomtë, interesante, të mundshme ose të vërtet quhet reportazh. Përgjigja e saktë është jo. Pyetja e 9. Autori i veprës, qetësi e satirizuar është Maide Bardi. Përgjigja e saktë është po. Pyetja e 10. Klubi futbollistik Shkëndija Tetov u themelua në vitin 1988. Përgjigja e saktë është jo. E ftojmë edhe për një ilahie me Vlan Kamberin. Zotit lutju dhe besa, rruga shtimas ju larga, përveç ti tjetër nuk ka, la ilahe illallah, përveç ti tjetër
illallah. Nëse vllati shpëtim don, jetoti si musliman, ndon xhenetin për me pa. La ilaha illallah, ndon xhenetin për me pa. La ilaha illallah. Shkojmë me rezultatet nga rubrika e dytë. Esari Seini me 20 pik, Majlinda Beqiri me 20 pik, Julet Kasami me 20 pik dhe Mjaftima Ademi me 23 pik. Rubrika e tretë do të jetë rubrika me shkronjat. Kandidatëve u ofrohen disa shkronja. Kandidatët duhet të formulojnë një fjalë e cila do t'i përfshijë të gjitha shkronjat. Fjala duhet të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Nëse asnjëri prej kandidatëve nuk përgjigjet me të gjitha shkronjat, mund të ketë përgjigje me më pak shkronja, me kusht që fjala të jetë e shquar e gjinisë mashkullore ose femrore. Kandidati fiton aq pik sa shkronja ka fjala. Koha për përgjigje është 60 sekonda. Koha juaj ka filluar. Këto ishin shkronjat F, A, F, I, T, O, K, R, A, T dhe I. Fortifikata. Përgjigje të saktë, do me thënë fortifikata nuk kemi. Kandidati A, përgjigje për afërt Fati, 4 pik. Kandidati B, Toka, 4 pik. Kandidati C, po ashtu Toka, 4 pik. Dhe kandidati D, Rafti, 5 pik.
filluar. Edhe 5 sekonda. Këto ishin shkronjat K, G, E, A, G, L, N, I, O, I dhe O. Dhe zgjidhja është ginekologjia. Kandidatja A dhe kandidati D e kanë të saktë dhe kanë fituar plot nga 1000 pikë. Mund të filloni. Sekonda. Këto ishin shkronjat M, R, A, J, E, R, I, F, T, S dhe O. Dhe zgjidhja është reformistja. nuk kemi. Kandidatja 9A është përgjigjur me përgjigjen e parafort fitoria dhe është në rregull, fiton 7 pikë.
kandidati në B, ora e sakt 3 pik, kandidati në C, rjeti, ndërsa kjo fjallë është me dirohë, dhe me thënë në rjeti, nuk ka përgjigje sakt, dhe kandidati në D, rafti, është e sakt dhe fiton 5 pik. Edhe 5 sekonda. Këto ishin shkronja. L, A, D, N, V, I, N, D, E dhe J. Dhe zgjidhja është vendlindja. Kandidatja A dhe kandidati D kanë përgjigje të saktë dhe kanë fituar nga plot 10 pikë. Shkojmë edhe me një ilahie dhe ftojmë Medina Rufati. Shkojmë me rezultatet nga rubrika e tretë. Mjaftimi Ademi ka fituar 32 pikë, Julet Kasami me 7 pikë, Majlinda Beqiri me 4 pikë dhe Ensari Seini me 31 pikë. Ju lutem
ma ka mundësi pak më qetësi. Rubrika e 4 janë asociacionet. Kandidatëve ofrohen 4 asociacione me të drejtë që secili të fillojë nga një herë i pari. Kandidati në fillim duhet të hap fush, pastaj të zgjidh shtyllën dhe të kërkojë zgjidhje përfundimtare. Kandidati vazhdon derisa nuk gabon ose thot nuk kam përgjigje. Pastaj vazhdon kandidati i radhës. Çdo kandidat në çdo asociacion ka të drejtë të kërkojë zgjidhje përfundimtare vetëm 3 herë. Për çdo zgjidhje të shtyllës, kandidati fiton 3 pikë, ndërsa për zgjidhjen përfundimtare fiton 10 pikë. Shkoj me kandidatin A. Ju lutem merreni mikrofonin dhe asgjësim. Nxjerrë pak më tepër zërin, një lutem. Jo. Shkoj me kandidatin B. Mund të zgjidhni një njërë nga B1. E hapim B1. Është zavendës kryeministër. S'kam për. Shkoj me kandidatën C. C1. Gregorian. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. Dani. Është udhëheqës. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin A. D3. E hapim D3. Omer Ibn Abdulazizi. Halifet shtylla D. Përgjigja juaj është e saktë. Ne keni fituar 3 pikë. Vazhdojmë me të njëjtin kandidat. C3. E hapim C3 dhe është lunar. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin B. C4. Hapim C4 dhe është hijri. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën C. B3. E hapim B3 dhe është sekondar. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. CD. E hapim C-dishin dhe na del se është diellor. Mos është zgjedhja përfundimtare Ulefaj Rashidin. Jo. Shkoj me kandidatin A. Zgjedhja e shtyrës C kalendari islam. Jo. Shkoj me kandidatin B. B4. E hapim B4. Jo i pari. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën C. A4. E hapim A4. Franz Ferdinandi. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. B2. E hapim B2 dhe është nën kryetar. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin A. A3. E hapim A3 dhe është Garvilo Principi.
S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin B. A2. E hapim A2. Dhe shohim se është ose shkruan politik. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën C. Shtylla luft. Jo. Shkoj me kandidatin D. Shtylla C kalendarit. Po, është e saktë. Vazhdojmë me kandidatin D. Shtylla A engleze. Jo. Shkoj me kandidatën A. Shtylla anarki. Jo. Shkoj me kandidatin B. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën C. Shtylla genocid. Jo. Shkoj me kandidatin D. Shtylla AC. Jo. Duhet t'i japim një zgjidhje përfundimtare. Shkoj me kandidatën A. Vazhdoj me kandidatin B. Veti hiç. Zjera pak zorin, lutem. Veti hiç. Jo. Shkoj me kandidatën C. Shkoj me kandidatin D. S'kam përgjigje. Zgjidhja përfundimtare është Omeri radiallahu anhu. Ta sqarojmë se kemi arritur deri tek Omeri. Do me thonë, në rubrikën e parë kemi atentat, që në kupton asgjësim në gjuhën shqipe, kemi atentat politik. Gavrilo Principi është atentatori Franz Ferdinandit, mbretit të Austro-Hungarisë, që po shkaktar për fillimin e luftës parë botërore. Zavendës kryeministër, do me thonë njeriu i ditë i qeverisë, nën kryetar njeriu i ditë i partisë, sekundar do me thonë i diti, dhe jo i pari është i diti. Kalendari gregorian, kalendari diellor, kalendari lunar, kalendari hijri. Udhëheqës do me thonë halife, 4 halifët e drejtë, Omer ibn Abdulaziz ka qenë halife dhe Harun al-Rashidi ka qenë halife. Hazreti Omeri është vrarë me atentat, ka qenë halife i ditë, në kohën e tij është vendosur kalendari hijri dhe ka qenë prej halifëve të drejtë 4 të cilët e përmendëm. Shkoj me rubrikën e dytë. A1. Asociacionet e dyta. Kandidatja A. A1. Falni. Filloj me kandidatin B. A1. E hapim A1. Përsi. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën C. A2. E hapim A2. Dhe është libri. Ju lutem pak me qetësi. Shkoj me kandidatin D. A3. E hapim A3.
dhe është kuq. Shtila A, Bibla. Jo. Shkoj me kandidatën A. B1. E hapim B1 dhe është Gmail. Shtila B, rrjetet sociale. Jo. Shkoj me kandidatin B. AK. E hapim A4. Fytyra. S'kam për një. Shkoj me kandidatën C. CD. E hapim CD dhe është gjurmim. Hulumtime shkencore. Jo. Shkoj me kandidatin D. BD. E hapim B2. është Hotmail. Shtila B, rrjetet sociale. Jo. Shkoj me kandidatën A. D1. E hapim D1. Peshkim. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin B. D3. E hapim D3 dhe është telefon. S'kam për një. Shkoj me kandidatën C. C4. Hapim C4. është shkencë. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. Shtila A, faqja. Po, sa? Shkoj me kandidatin A përsëri. Me kandidatin D. B3. E hapim B3-shën. Mesazh. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatën A. C3. E hapim C3. është hulumtim. Shtila C, arkeologjia. Jo. Shkoj me kandidatin B. B4. Hapim B4. Komunikim. Telefonin shtila B. Jo. Shkoj me kandidatën C. Shtila C, histori. Jo. Shkoj me kandidatin D. DD. Hapim D2. është tenis. Shtila D, sporti. Jo. Shkoj me kandidatën A. D4. Hapim D4. Goli. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin B. C1. Hapim C1. Qendra. Shtila B. Interneti. Jo. Shkoj me kandidatin e radhës. Shtila D, veprime. Jo. Shkoj me kandidatin D. Ju lutem pak më qetësi sepse i dekoncentroni kandidatët. Shtila D, rjeta.
E lusim publikun pak më qetë dhe të mos ndërhije për arsye se na detyrojë të ndërpresim kvizin. Pyetjet janë për kandidatët dhe nuk janë për publikun. Ju faleminderit. Shkoj me kandidatin D. Jo. Shkoj me kandidatin A. Zgjidhja përfundimtare Facebooku? Jo. Shkoj me kandidatin B. S'kam përdi. Shkoj me kandidatin C. Zgjedhja përfundimtare rrjetet sociale? Jo. Shkoj me kandidatin D. Shtilla C, National Geographic? Jo. Shkojmë edhe një herë me kandidaten A. Shkojmë me kandidatin B. S'kam përdi. Shkojmë me kandidaten C. S'kam përgjigje. Shkojmë me kandidatin D. Zgjedhja përfundimtare interneti? Vazhdojmë me asociacionin e tret. Kandidati C ose kandidatja C. E hapim C1. Është Mesut Ozil. Ju lutem pak më qetësi. Shtilla C, po? Po, është e saktë. Shkoj me kandidatën C. B1. E hapim B1. Lagje. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. BD? Hapim B2. Medina. Shtilla B, Arabeja? Jo. Shkoj me kandidatën A. D1. Hapim D1. Stili. E ma o diçka? Është e saktë. Shkoj me kandidatën A. Ju lutem mund të hapni një folder. Avokat? Hapim B4. I ndotur. Vazhdoj me kandidatin B. B3. Hapim B3. Antik. Shtilla B, shkreti. Jo. Shkoj me kandidatën C. Zgjedhja përfundimtare jetë moderne? Jo. Shkoj me kandidatin D. A4? Hapim A4. Ferrari. Shtilla Almagej? Jo. Shkoj me kandidatën A. A2. Hapim A2.
Roma. Shkoj me kandidatin B. A3. Hapim A3. Leonardo da Vinci. S'kam përdi. Shkoj me kandidatin C. Ani. Hapim A1. Vespucci. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin D. Shtila A, Italia. Është saktë. Vazhdojmë. Zgjedhja përfundimtare mëson David Beckham. Jo. Shkoj me kandidatën A. S'kam përgjigje. Vazhdoj me kandidatin B. S'kam përdi. Shkoj me kandidatën C. Shtila për Arabeja. Jo. Shkoj me kandidatin D. S'kam përdi. Shkoj me kandidatën A. Shtila po mjedisit so. Jo. Shkoj me kandidatin B. S'kam përdi. Shkoj me kandidatën e radhës. Kandidatja C. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin e radhës. Kandidatin D. Zgjedhja përfundimtare Milan. Përgjigja juaj është e saktë. Tani shkoj me asociacioni i katërt. Ani. Ani. Hapim A1. Dielli. Shtila A, drejta. Jo. Shkoj me kandidatën A. Bëni. Hapim B1. Ngric. Shtila po Bona. Jo. Do të pauzojmë për pak sekonda ose minuta. Kandidati B. A3. Hapim A3. Është numri 1. S'kam përdi. Shkoj me kandidatën C. Shtila për Timor. Jo. Shkoj me kandidatin D. Adi. Hapim A2. Është gaz. S'kam përdi. Shkoj me kandidatën A. B3. Hapim B3. Është breshër. Shtila po Klima. Jo. Shkoj me kandidatin B. Cani. Hapim C1. Është shkumbini. S'kam përdi.
kandidatën C? B4. Hapim B4, shtresa. S'kam përgjigje. Shkoj me kandidatin e radhës, kandidatin D. A4. Hapim A4. Bomba. Shtila mos C4. Jo. Shkoj me kandidatën A. Shtila shpërthimi për thavan. Jo. Shkoj me kandidatin B. C3. Hapim C3. Danubi. Shtila C Gjermania. Jo. Shkoj me kandidatën C. Shtila C Lumej. E sakt. Vazhdojmë me kandidatën C. D1. Hapim D1. Dhe janë reta. Shtila D Qielli. Jo. Shkoj me kandidatin D. Shtila automati. Jo. Shkoj me kandidatën A. D3. Hapim D3. Vjeshta. Shtila D Shivra. Edhe një herë ju lutem. Shivra. Është e sakt. Shkoj me kandidatën A. Mund të hapni një D2. shkrirje. Shtila pa Kullaja. Po, është e sakt. Vazhdojmë me kandidatën A. Zgjidhja përfundimtare, qarkullimi i ujit ose uji. Përgjigja juaj është e saktë. Shkojmë edhe me një ilahie nga Esra Ahmeti. Ska emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. Ska emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frymon kjo dynja. Emri Allah, ma i madhi emër, shpirtin më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, shpirtin më qetësohet kur e thras me zemër. Kur shpirtin më mundi dhimbjet në këtë bot, forcën unë e marr nga ty o fuqi plot. Kur shpirtin më mundi dhimbjet
kandidatët nga rubrika e 4. Mjaftime Ademi me 22 pikë. Julet Kasami nuk ka fituar pikë, Majlinda Beqiri me 6 pikë dhe Sari Seimi me plot 32 pikë. Rubrika e 5 është me pyetje të përgjithshme. Secilit kandidati ofron nga 5 pyetje. Nëse kandidatit të cilët i është ofruar pyetja nuk përgjigjet saktë, atëherë përgjigjen e saktë tregon udhëheci. Përgjigja e saktë vlerësohet me 5 pikë. Shkojmë me kandidatën A. Pejgamberi alayhis salam në një hadith që e përmbledh Imam Ahmedi thot: "Mi garantoni 6 gjëra dhe ju garantoj xhenetin. Numëro së paku 4 gjëra prej tyre." Flisni me drejtësi, zbatojeni premtimin, çojini në vend amanetin, ruani organet gjinitale, ruani shikim nga harami, ruani djalë nga harami. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë, çka ka për qëllim ajeti Veli tunzir ummel Kur'an, sure El-An'am, ajeti 92. Ka për qëllim Mekën. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë, kur u mbajt konferenca e Pezës dhe në cilin vend? Më 16 shtator në vitin 1942, në Pezë. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt, cili lum është më i gjatë në botë dhe sa? Lumi Nil me 6650 km. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e pestë, organele kryesore e qelizës është? Përthama. Përgjigja juaj është e saktë. Shkojmë me kandidatin B. Pyetja e parë, numëro së paku 4 obligime të burrit ndaj gruas sipas shariatit. Mirësjellja, të letë të shkojë te familja e saj, respektimi i pasurisë, mbrojtja e sekretit bashkëtorë. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë, për cilin person ka zbrit ajeti illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil iman, sure An-Nahl, ajeti 106. Për Amr bin Yasin. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë, në cilën datë ju bë atentat kryeministrit Ahmet Zogu? 23 shkurt 1924. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt, cili është lumi më i gjatë në Europë dhe sa? Volga 3747 metrë. Gjysmake, keni përgjigje të përgjysmuar. Shkojmë me pyetjen e pestë, kalciumi deponohet në? Eshtra dhe dhomë. Është e saktë. Shkojmë me kandidatën C. Pyetja e parë, tregon cilësitë e munafikut dyftyrshit. Kur flet gënjen, kur zihet përtet dhe kur jep premtimin në trahton. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e dytë, çka nuk kupton me shprehjen Siratul Mustaqim në kapitullin e Fatihas? Na udhëzon në rrugë të drejtë. Përgjigja juaj është e saktë.
Pyetja e tretë, kur u mbajt kongresi i manastirit? Kongresi i manastirit u mbajt më 14 nëntor 1908. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt, sa është lartësia maksimale e malit qarë dhe si quhet? Lartësia e malit qarë është 2747 metra. Dhe si quhet? Mali Titor. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e pestë, ozoni është modifikim alotropik i Oksigjenit. Përgjigja juaj është e saktë. Shkoj me kandidatin D. Pyetja e parë, trego emrat e 4 komentatorëve shqiptar të Kur'anit famëlar. Hafiz Ali Koça, Ibrahim Daliu, Vebej Debra dhe Ilyas Debra. Përgjigja juaj është fundit e ke gabim dhe ka fituar plot 4 pikë. Pyetja e dytë, për cilët ka zbritur ajeti waladhi qala li validayhi uffin lakuma. Për ata fëmijë që nuk i respektojnë prindërit. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e tretë, kur dhe ku hap shkolla e parë shqipe? 7 mars 1887 në Korçë. Përgjigja juaj është e saktë. Pyetja e katërt, sa kilometra katror është sipërfaqja e Republikës së Maqedonisë? 25.730 kilometra katror. Përgjigja juaj është e saktë. Dhe pyetja e pestë është, hormoni insulin prodhohet nga? Keni përgjigje se mund të hapim qelizat beta të pankreasit. Shkojme edhe me një ilahie nga Shkojme me një ilahie nga Bujamin Berami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله علي تيدري تنيرزمك يا رسول الله تيبولا بيغمبر يا حبيب الله بدي فياش بلوت صور يا محمد مصطفى بدي فياش بلوت صور يا محمد مصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله عليك
nga rubrika e 5. Mjaftime Ademi me 25 pik. Julet Kasami me 23 pik. Majlinda Beqiri me 25 pik. Dhe Esar Iseini me 19 pik. Rezultati momental ndërmjet kandidatit A edhe D është nga 120 pik të ditë. Pasi që kemi pikë barabarta, dhe me thënë ndërmjet dy kandidatëve, do të shkojmë, dhe me thënë për kandidatin A edhe D me di anagrame. Kush do të marrë më shumë pikë, ai edhe do të fitoje. Pasi që kandidati B edhe C faktikisht nuk kanë gjasa, dhe me thënë për të fituar. Me një ilahi nga Bujamin Bajrami. O Muhammed o i dërguar, në këtë fena ke utësuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e nga i dëlluar. O Muhammed o i dërguar, në këtë fena ke utësuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e nga i dëlluar. Ja Habibi, ja Muhammed, ja Nabi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Nabi, salam alejke, salawatullah alejke, ja Nabi, salam alejke, ja Rasul, salam alejke, ja Nabi, salam alejke, salawatullah alejke. Ti Kur'anin në dërgove, dhe Islamin në i shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ti Kur'anin në dërgove, dhe Islamin në i shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ja Habibi, ja Muhammed, ja Nabi, salam alejke,
يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sekonda i keni në dispozicion dhe koha juaj ka filluar. Përgjigjen e saktë kanë të dy kandidatët. Mund të filloni.
kursin e sonton e kemi, do ta shpallim kur do vijë koha, tash vazhdojmë me programin siç është i parapatur. Dalja mbi lojëve për sponsorët e kuizit. Thotë Allahu Gjellëshanuhu, nuk keni për të arritur për kushtimin e vërtet derisa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni. Çfarë do që të ndani, Allahu e di mirë ata. Kur'an 3:92. Thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, pasuria nuk pakosohet prej sadakas. S'ka dyshim se këto organizime kërkojnë mund angazhim dhe përkrahje materiale, për të cilët përkrahje këto lloj organizimesh do të ishin të pamundura. Ne sonte në shenjë falënderimi dhe respekti do të shpërndajmë nga një mirënjohje modeste sponsorëve tanë. Shoqata Nektari mirënjohje i ndahet pronarit të marketit Beni Gross. Gjithashtu mirënjohje i ndahet pronarës së autoshkollës Timoni Teuta. Mirënjohje i ndahet edhe pronarit të Oro Cafe. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit të Loco Company. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit Elektrogaci. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit të kompanisë Microsystems Corp. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit të Foto Studio Melo. Mirënjohje do t'i ndahet edhe grupit Riha Band. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit të kompanisë Open Style. Mirënjohje do t'i ndahet edhe pronarit të kompanisë Marketi Zenicom. Mirënjohje do t'i ndajmë edhe pronarit të kompanisë Eurothermo System. Mirënjohje do t'i ndajmë edhe kompanisë apo ndërmarrja ndërtimore Qarku. Mirënjohje do t'i ndajmë edhe pronarit të
Mobiljeria Vizioni. Mirënjohje do t'i ndajmë edhe banatores Genius Farm. Mirënjohje do t'i ndahet edhe kafetaris apo ëmbëltore Salo. Mirënjohje do t'i ndahet edhe kuzhina Dehari. Gjithashtu mirënjohje do t'i ndajmë edhe kompanisë Europlast. Gjithashtu edhe mirënjohje do t'i ndahet Gomisteria Continental. Mirënjohje do t'i ndahet edhe Fikret Dautit. Mirënjohje do t'i ndahet edhe Profesor Gjevat Halitit. Mirënjohje do t'i ndahet edhe Profesor Fatmir Akipit. Gjithashtu mirënjohje do t'i ndahet edhe Magjistrit Profesori Qeton Ahmeti. Gjatë këtyre viteve ka kërkuar paqe. Ja ka trajtuar të gjitha problemet, në dukje të pasgjithshme me vendosmërinë e patundur për t'i zgjidhur në paqe. Çdo problem është përpjekur të trajtojë me qëllimin e vetëm që të gjejë një zgjidhje paqësore. Tani e di mirë se nuk do t'ja kishim dalë nëse nuk do të kishte vepruar për i njëjti. Tani kam nderin që të ftoj ta marr fjalën nismëtari dhe organizatori i këtij organizimi me karakter motivues dhe përkrahës të diturisë që me panellshmëri dhe vullnet i ka organizuar dhe koordinuar të gjitha faktorët që son të kjo organizim të duket madhështor. Ftoj që fjalimin ta marrë hoxha i nderuar, mjeru i dijes dhe bashkimit, mjeru i fjalës dhe veprës, magjistër Hamid Shabani. Unë nuk dua ta zgjas për shkak se është ora afër 1. Veç do t'i them disa fjalë shkurtimisht. Fjalët për këto organizime janë të pakta, pasi që përkrahja juaj, prezenca juaj brenda kësaj jave të cilën e lam pas, nuk na lejon që të themi diçka. Por arsye se çdo një organizim i cili nuk ka përkrahje, qoftë ajo materiale, qoftë me prezencë, nuk është organizimi mirëfill. Prandaj këto fjalë të cilat i përmendi moderatori dhe udhëheci i këtij programi shkojnë për të gjithë ne. Ju falenderojmë për përkrahjen.
Shpresojmë që këto organizime të vazhdojnë edhe në vitet e ardhshme. Duhet të kuptojmë se ky organizim është e kuiz diturie, fiton më i miri, por të gjithë të gjimë dhe vajzat të cilët kanë marrë pjesë në këtë kuiz dhe në kuizet e tjera, të gjithë ata janë fitimtarë, për arsye se kanë marrë guximin që të dalin para një publiku, të tregojnë aftësitë e tyre dhe të gjithë neve na dhurojnë në këtë muaj të shenjtë të bekuar të Ramazanit, të kalojmë në hijen e mirësive të Allahut xhaleshanuhu. Prandaj edhe një herë përsëris, pa ju, pa kandidatët, pa publikun, pa sponsorët, pa këto rinjtë të palodhshëm, pa kameramanët, pa udhëtsin teknike, zërimi dhe shumë radhë, këto organizime janë të pamundshme. Pra vetëm në këtë mënyrë, dhe me thonë të bashkuar, të organizuar, mund të vazhdojmë përpara. Ju falenderit për përkrahjen, Zoti ju beqoftë. Rezultatet e natës finale dhe të shohin kush do të jetë fituesi i kësaj nate. Këto rezultate ishin pa tipjetjet shtesë të cilët u abon kandidatit A dhe D. Shkronjat e para të cilët u ofruam kandidatëve, të di kandidatët i zgjodhën saktë dhe ishte fotografia. Shkronjat e dyta të cilët u ofruam kandidatëve, fjala e cila kërkohet ishte gramofoni. Kandidati A është e përgjigjur grafi, që ka 5 shkronja, dhe përgjigja llogaritet e saktë dhe fiton 5 pikë. Kandidati D ka shkruar monografia. Kjo fjalë ka, të cilën e ka shkruar kandidati D, i ka 10 shkronja, ndërsa janë dhënë 9 shkronja. Një shkronjë e ka përdorur 2 herë dhe kjo është shkronja A. Dhe kështu do të thonë kandidati D nuk fiton pikë. Do të thonë kandidati D ka shpejtuar. Shkronjën A e ka përdorur 2 herë. A desh pak më ka dalë. Unë
Unë e përmenda se kjo garë është e garë diturie dhe nuk ka nevoj për as u as a. Fiton ai që din më shumë dhe që ka fat më shumë. Kështu do me thonë, kandidatja A, në A fiton nga kjo rubrik plus 5 pik dhe shpallet fituese e kuizit me 127 pik. Tani do të bëjmë ndarjen e shpërblimeve. Ftojmë pronarin e mobilerisë Vizioni, që vendit e 4 t'i adhuroj smartphone-in Huawei, plus një fotoll silikon, plus libra. Gjithashtu, të 4 kandidatët kanë edhe nga një shpërblim nga Fikret Dauti dhe kanë fituar nga plot 50 euro. Kemi edhe nga një dhurat nga muftinia për vendin e 4. Ftojmë Shaqir Efendi Fetaun që t'i dhuroj dhe një duar trokiqe të fuqishme. Ftojmë pronarin e firmës Elektrogaci. Për të gjithë kandidatët, muftinia e Gostivarit ju ka dhuruar nga një libër të veçantë për të gjithë kandidatët dhe nga një dhurat modeste. Do me thonë, shkoj me pronarin e firmës Elektrogaci. Dhe vendi i tret, Gaci mund që adhurojsh tabletin Lenovo dhe plus futuroll Philip dhe plus libra. Gjithashtu ka fituar edhe 50 euro nga këngëtari Fikret Dauti. Vendi i dytë, Kika Kafe Mat, kapsula dhe Oroset për kafe. Plus libra.
plus libra. Ftojmë pronarin e firmës Beni Gross Market që t'ja dhuroj vendit të parë. Gjithashtu për vendin e parë ftojmë Teutën, e cila ka dhuruar një vaucher regjistrimi në autoshkollën Timoni Teuta për kategorinë B. Gjithashtu ka fituar 50 euro nga këngëtari Fikret Dauti për realizimin e këtij quizi. Falenderojmë rinistët, kandidatët, sponsorët, publikun, komisionin, kënduesit e Kuranit dhe ilahijeve si dhe personelin teknik. Quizi ka mbaruar, shihemi me kismet më Ramazanin tjetër.